Dhe e përmbyll doktori. Mirëmbrëma. Doktor, doja të bëja një pyetje. Keni formuluar në gjithë pothuajse këtë periudhë, jo këtë të fundit, por më përpara punën e qeverisë teknike. Më duket sikur ka mbetur pak në heshtje. Edhe dua të di që çfarë do bëni për ta kërkuar me domosdo këtë gjë, sepse ne demokratët, sipas jush, po edhe sipas nesh, e shohim si një domosdoshmëri, sepse këtu zgjedhje s'ka. Po ty prap në zgjedhje, sfiton. Edhe sikur të jetë nuk e di, një forcë që do vi ta menaxhoj ose ta ruaj. Nuk është e pamundur. Ne e kemi provuar këtë gjë. Pra, e vetmja mundësi ishte qeveria teknike. Kështu që doja të dija se çfarë do bëhet me këtë gjë. Si do artikulohet, çfarë do kërkoj Partia Demokratike ju për të arritur te kjo gjë, që është si shpresë vetmja jona për të patur ta zgjedhjen çik më të mira se tjerat. Një problem tjetër ishte kjo, një pyetje tjetër. Po artikulohet nga kryeministri edhe nga ministra e të tjerë nga qeveria kjo paketa e maleve. Si ish pronare, jam e interesuar të di, sepse njerëzit faktikisht edhe pyesin, edhe me të gjithë që kam biseduar nuk janë të qartë se çfarë është kjo paketa e maleve. Mua më duket si një mënyrë për të vjedhur pra pronarët dhe pronat, jo vetëm ato shtetërore, po dhe pronat e pronarëve. Megjithëse ne pronarët e shkret puna i marrin me €1 pronat, gjithë delinkuentët që kanë dalë që kanë paret e drogës dhe paret e tjera. Edhe të detyrojnë, edhe kur s'do t'ja shesësh, të detyrojnë me shit me lloj-lloj formash. Kjo është e tmerrshme. Edhe një gjë tjetër dojat si të fundit, që është një pitort. Doktor, me qenë se janë zgjedhjet në parti, për kryetarin e partisë, doja të pyesja, sepse deri tani kemi parë që askush nuk po ndihet për të konkuruar me juve. Mua personalisht më pëlqen shumë gara, jam e sigurt që dhe juve. Jemi rritur me gara dhe gara të rrit, të zbukuron, edhe ndonjëherë që janë futur në garë, janë futur vetëm për ta zbukuruar garën, me thënë të vërtetën, nuk kam dashur të fitoj kur. S'kam ambicie për këto gjëra. Por gjithmonë e vlerësoj garën. Dhe mendoj, Partia Demokratike në gjithë këto viteve nuk ka lider, s'ka prodhu lider që të konkurojnë me ju, qoftë edhe në kryetarët e partive, janë numra 2, duhet bëhen numra 1. Është si për shembull Gjidi Vance sot mos të konkuroj për presidencën e ardhshme. Si e mendoni ju këtë gjë? Shumë faleminderit për pyetjet. Mirëmbrëma. Do them vetëm 2 fjalë që duket sikur nuk kanë lidhje me për çfarë jemi mbledhur. Përdoret një term, pushtetet të pavarura, legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor. E përdorim edhe ne, e përdorim të gjithë. Dhe kam përshtypjen që dhe në mendësi e gjithë opinionit dhe gjithë njerëzve është ngulitur kjo gjë. Mendoj se është gabim. Pse? Para se të them këtë, e ka shfrytzuar Edi Rama duke marrë për vete gjysmën e kushtetueses, kur ishte puna që kërkoi anullimin e pezullimit të Ballukut. Pse mendoj që është gabim? Them, nuk ka pushtete të pavarura, ka pushtete të ndara. Janë pushtete të ndara, kjo mendësi duhet krijohet. Dhe nëpërmjet mekanizmit check and balance, këto pushtete kontrollojnë njëri tjetrin që mos shkojnë në abuzim. Kaq kisha unë. Shumë faleminderit. Tu përgjigjem këtyre pyetjeve. Spari si do vazhdojnë. Ne në kushtet që jemi, do vazhdojmë protesta dhe protesta. Ju garantoj që ato janë jetike,
për shpëtimin e Shqipërisë. Janë jetike për realizimin e qëllimit tonë. Një gjë do ta dini. Po të lexoni raportin që është votuar dje me raportin që është votuar një vit më parë, dallimi është si nata me ditën. Pse është ky dallim? Erdhen dhe i pan gjërat në vend. Erdhen dhe i pan. E thash dhe njërë, mos harroni. E kemi vështërsi serioze këte element që këtu zhvillimet janë të pabesueshme, se mund të ndodhin, po ja që ndodhin. Dhe në këtë kuadër, fal këtyre protestave, fal këtij qëndrimi, ne ja kemi dalë. Të mbajmë shpresën, të fitojmë besimin e komunitetit ndërkombëtar. Thash, po të lexoni raportin e miratur dje, me raport e miratur një vit më parë, ndryshimi është jashtëzakonisht i madh. Dhe ne nuk kemi gabuar, ne kemi deklaruar që ta dini ju, edhe vjet, edhe par vjet, se e paraqisnin Edi Ramën, se ky suksesshëm, ky kështu, ky ashtu, ky ishte një, mund t'i vesh çdo epitet, po s'duhet prish gojën time me të, dhe lavdrime e këto. Kurse e vërteta teza jonë ka qenë kjo. Shqipëria, përveç kriterit geopolitik, pozicionit saj geografik, shumë të rëndësishëm, nuk plotëson asnjë kriter. Dhe koha provoi atë që kemi thënë. Koha provoi atë që kemi thënë. Prap kemi punë për të. Ja u them unë ju. Por jemi të bindur se do realizojmë qëllimin tonë. Qëllimi ynë është të qartësojmë se këtu kemi të bëjmë me një narkoshtet e një regjim, siç e pan vetë që nuk respekton kushtetuta as ligj. Dhe pse do vazhdojmë? Do vazhdojmë për të dëshmuar se jemi të pamposhtur. Do vazhdojmë për të qenë zëri i qytetarëve shqiptarë që nuk pajtohen me këtë të keqe të madhe, por që luftojnë me të keqen. Do vazhdojmë edhe për atë që thati, qeverinë teknike. Po, tani, ku jemi me qeverinë teknike? Që ti shoj. Kemi arritur në të gjitha rezolutat partijake, është e stipuluar, po kthehemi nga Zagrepi. Rezoluta e parë që u votuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë ishte rezoluta për Shqipërinë. Po, shqetësim shumë i madh situata në Shqipëri. Dhe në atë rezolut, një nga kërkesat është qeveria teknike. A e krijon Edi Rama? Jo, duhet detyruar që ta krijon. Dhe ne do bëjmë gjithçka ta detyrojmë. Por një gjë do të themi këtu, dhe do të jemi të vetëdijshëm. Në qoftë se 2 vite më parë, ne ishim forca politike padrejtësisht më izoluar, sot zëri ynë dëgjohet në mbar botën dhe kemi mbështetje më të madhe se kemi mbrojtur të vërteta, kemi mbrojtur të drejta, kemi mbrojtur parime dhe vlera që janë të përbashkëta për njerëzit e lirë. Ndaj dhe vazhdojmë, nuk heqim dorë prej saj. Paketa e maleve është paketa e mafjes. Tani, në një rafsh, është paketa e grabitjes dhe plaçkitjes tokave. Është paketa e nxitjes së vllavrasjes. Është paketa e mashtrimit të madh. Vendimet, një seri vendimesh të parat paketës maleve janë të vendosura nga Maminazi në Kull. Në male
me lartësi 30 metra mbi nivelin e detit. Çfarë do thot kjo? Aty po plaçkiten prona në emër të paketës maleve. Çfarë po bëjnë tjetër? Po ndërtojnë rrugë për të vjedh fondet me 10 kilometra ku nuk ka këm njeriu. Po aty ku baroni i drogës e ka vu syrit ndërtoj një hotel për të lap paratë e tij. Cila ishte alternativa jonë? Shumë e thjeshtë. Ne kaluam vitin 2012 një ligj. 10 vjet pa asnjë taks, cili do që ndërton në zonat malore të Shqipërisë, nga Pogoni, Gjern, Vermosh, objekte turistike. Të tjerat nuk i zgjidh qeveria. Pronën nuk e zgjidh qeveria. Nuk i merr kujt pronë qeveria. Jo. E ke tokën e babs, argumentojë, shko ndërto. Se ketë babs, bleje tek tjetri, pra ky ka ligjin që ja u merr tokat të tjerve dhe nuk do eci, sigurisht, sidomos në zonat verilindore, zero. Nuk shkon kush kur të ndërtojnë tokë që s'është e tij. Se e din që nuk mund të rrijë aty. Jo. Por përdor toka publike në vende tjera për shpërblyer trafikantët. Kjo është e gjithë paketa e tij. Ju e pash bëri. Shkoi futi ruspat në theth. Po krim më të shëmtuar, po ndërtimin theth kushton të paktën 50% më shtrejt se ndërtimi në shtojnë tazan, transporti, materiale, ndërtime të tjerë, ja u futi ruspat, i keni pale në një kohë kur ishin të gjitha brenda zonës të planifikuar për ndërtim. Po, absolutisht. Kjo është paketa e maleve. E shtrohet bukur zgjedhjet për kryetarin e partisë. Tani, në të gjithë vendet demokratike ka 2 procedura zgjedhje. Njëra procedurë është kryetarin e zgjedh kuvendi i partisë. Procedura tjetër është e zgjedh antarësia e partisë. Procedura që e zgjedh antarësia e partisë, se ju du t'i dini, janë pakica. Shumica e vendeve e zgjedh kuvendi. Por, është një pakicë që po rritet. Do më thënë, nuk është se kjo procedurë po pëson zvoglim, jo. Kjo procedurë po shkon duke u përhapur më shumë. Konsiderohet më demokratike për t'i dhënë antarit partisë të drejtën e vendimarrjes me votën e tij. Kjo ka. Çfarë ka kjo procedurë? Kjo procedurë, si gare përgjithshme, t'jemi realistë, në shumicën e rasteve, qoftë se lexoni, do të gjeni se zhvillohet pa kandidat rival. Pse? Pikërisht për atë që tha. Sepse përtojnë të tjerë, përtojnë të provohet, pa qenë sigurt. Do më thanë, sigurisht që çdo parti ka një kriteret e veta për të marrë pjesë në atë garë, për shembull, ka që duhet marrish firmat e kaq deputetëve dhe kaq antarëve të Këshillit Kombëtar. Po kjo nuk është një problem. Problemi është se vetë drejtuesit e tjerë nuk e kanë përmbar, nuk duhen të regjistrojnë në qoftë se nuk fitojnë një humbje. Nuk duhen. Dhe kjo është arsyeja pse në tërësi, në shumicën e rasteve, kjo garë zhvillohet pa rival. Ka raste me rival,
ne kemi patur në vitin 2022 Ibsen Elezi. Por Ibsen Elezi ishte një ish drejtues i Forumit Rinor, ishte ish prefekt i Qarkut, është një njeri mjaft i pavarur në ato mendime dhe qëndrimet e tij, hyrin garë e mirëpritëm, absolutisht, apo tha po jo. Dhe është i mirëpritur. Natyrisht, kjo garë, në këtë garë çdo parti ka kritere. Kriteret janë të vetmet që do të thënë do të plotësoj një besueshmëri që mund të drejtoj parti. Edhe ka një komision, siç ka dhe Partia Demokratike, që vlerëson këto kandidatura. Një gjë është e sigurt, në këtë për ta mbyll, se asnjë parti nuk pranon kur kandidatura të sponsorizuar nga kundërshtari. Jo. Kjo nuk mund të ndodhë. Dy kushte janë. Antarët duhet vendosin vetë dhe duhet vendosin për kandidatura që mbrojnë interesat e tyre dhe jo të kundërshtarëve politikë. Këto zbatohen. Megjithatë, mirë është që edhe lider tjerë të kandidojnë. Por kjo për fat keq, jo vetëm në Shqipëri janë zhvilluar me 2 kandidatura. Edhe Ibseni edhe më parë ishte Agron Sheu me Luli, me fjalë. Por në tërësi nuk janë me 2 kandidatë. Nuk sepse përtojnë, nuk është puna përtesë, është puna se në llogaritjet që bëjnë, pse të marrun thot përsi për të dalë humës, edhe kjo është kaq, psikologjikisht. Po. Shumë faleminderit. Pushtetet e kemi drejt shumë Ndasie. të ndara. Edhe ligji dhe kushtetuta flet për ndarje. Ndarja dhe balanca e pushteteve. Jam dakord absolutisht. Është korruptim i gjus. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Pushtetet duhet jenë të ndara dhe të balancuara. Sot të gjitha janë në dorë të Edi Ramës. Edi Rama, duke mbrojtur Belinda Ballukun, u provoi shqiptarëve dhe mbar botës se ai ka të gjitha pushtetet. Por ne do ta bëjmë përgjegjësat për këtë.